kur dola prej burgut, ku jetu të shtëpia Ramushit, fillova lidhjen me Lolën, isha krem familje se sipër. Isha të vazhdu shkollën, mbetun në atë kohë edhe Prishtina Vlojke, da dhe Radina është të ndërtu Pandorën, e famshme në Dragodan. Edhe ajo për shkakun isha kriza jetësore, në nënën tjetër, dhe me thonë, ata që shpefshin, ishin ndërtu së objektit. Për me u shef mas... Shiku i famshëm. Edhe ka pas njerëz të afërm të mit, edhe shumë të afërt, dhe era një familjar, jo familje e ngusht, po të rrethit ngusht, që më kanë thonë nuk se pëjmon shef. Hajtë ma mirë pranoje, po pranoje. Unë mas porë, nuk e njas pranorin. E tash di kjo është, unë e di që tash... A mundu me thonë që kjo është keq kuptimi maj madh për raport me juve që është bërë? Është rronë edhe është e pa drejt. Absolutisht. Më thonë sepse tema ki kriju një perceptim, apo zev që unë jë mdalë pej burgit, edhe kur ku mdalëm pej burgut, që më tash kredi avën, edhe pe e thonë për herë të parë këto, objekti ku i ndërtu. Edhe në kohën I ke dhonë direktivat për burgët. Garant që se një kohë shumë i mirë kuptu më fillon mikut në atë kohë. Po, të kanë leju. Edhe unë prindit, u dash me shkres gjykatës me orë me më vizitu, se s'ka pas drejt tjetër këtë ka për vizitu, ne ma me komuniku ndryshe. Si do qovë, do më thonë kjo është që t'len plau.